Jam në majtë të korabit. Si erdha këtu, do t'ja u tregoj. Bruno, tu es venu d'où? Je suis venu de Saint-Gervais au pied du Mont Blanc de France avec ma petite famille, c'est-à-dire Martine qui est à côté de moi, mes deux garçons, Théophile et César. Et maintenant? Et maintenant nous allons vers le mont Korab qui est donc le plus haut sommet de l'Albanie qui est frontalier avec la Macédoine. Parfait. Les mirabelles, regarde ça. Les belles mirabelles là. Pour faire le raki. Regarde, elles sont belles. Comment ça s'appelle? Des mirabelles. Mirabelle. Mirabelles pour faire l'alcool de raki qui est délicieux. Vous faites aussi en France? Bien sûr, ça s'appelle l'eau de prune, l'eau de vie de prune, appelée plus communément la gnôle. Gnôle. La gnôle. Et s'appelle le fruit Mirabelle. Oh, c'est incroyable pour moi. C'est très bon. Tu sais pourquoi? Non, dis-moi. Parce que dans le nom Mirabelle, je vois répéter 2 fois le même mot dans 2 langues. Mir et belle. Alors ça veut dire bon. Mir qui veut dire bon en albanais et belle. Mais aussi dans les autres langues. Hein, mir ça veut dire beau et belle. C'est belle et beau. Voilà, belle et beau. Il y a le... Pardon, comment? On dit également se mirer. Se mirer. Oui. Donc, et ça veut dire quoi? On se regarde dans le miroir, on s'observe, on s'admire en fait. On s'admire, voilà, on s'admire. Voilà. Të janë burimet e korabit. Mirëmjes. A jeni mirë? Mirë, faleminderit. Dans la maison, on va pas monter. Je sais pas, c'est lui Mirëmjes, mirëmjes. A e mirë? Çokoladë. Ke klubi? Te klubi. Mirëmjes. A jeni mirë? Mirë, po ju? Pak. Po. Po ju çfarë bëni? Zbrisni qumshin poshtë? Po, qumshin poshtë. Bagjo, a?
Edhe fëmijët tashti Po, dhe fëmijët, janë në stan atje, bëjmë pushimet. Po, bëjmë pushime gjëra. Mirupafshim! Rrugë po. Martine, c'est une bergerie. C'est une bergerie comme toujours dans l'histoire de l'homme. C'était entouré avec des pierres en sec. Et là, c'est de l'entrée. L'entrée. Et tu vois, l'entrée, il y a un caillou là qui fait petit l'entrée. Oui, tout à fait. Au mode que le berger, il reste là dans l'entrée, il fait passer un à un les chèvres ou les moutons pour traire. Alors ça c'est la roche métamorphique du granit. La granite était la roche mère et quand il y a eu l'érection des montagnes, elle a chauffé la roche mère et ça a fabriqué le gneiss où il y a les mêmes composants que le granit, c'est-à-dire le mica noir, le quartz, des petits grains de quartz qui sont donc blancs et le feldspath qui est gris. Donc on a vraiment tout un mélange de roches. C'est assez phénoménal. C'est d'une part très spectaculaire, très beau, et ça donne des couleurs merveilleuses à la montagne. En plus des pâturages qui sont sublimes. Voilà, regarde, on voit bien le grain de quartz. Il y a le mica juste à côté d'ailleurs, regardez. Là, le mica qui est noir. Là le quartz. Fais voir. Voilà les grains de quartz qui font un peu comme du cristal. Hein. Et on voit le feldspath qui est gris là. Et le mica. Je pense que c'est de marbre rose. Ouais, on trouve un petit peu les mêmes composants que tout à l'heure, mais en rose. Superbe, hein. Là, il y a de quoi faire. En géologie, il y a de quoi faire. Le gris, le feldspath. Le gris, le feldspath, le mica noir et le quartz. Feldspath, mica et quartz. Voilà. Feldspath c'est gris, mica c'est noir et quartz blanche. Voilà. Këto janë fruta që i pëlqejnë arinjve. Në Francë si quhen rushi i arinjve, rush për arinjt. Ky është një nga burimet më të bukura të Shqipërisë. Uji del nga shkëmbi. Këtu jemi në 2300 metra pranë portës së korabit. Edhe 150 metra dhe mbrim në portën e korabit. Tek piramida, ku ndahet kufiri midis Shqipërisë dhe Maqedonisë. Pastaj nga porta e korabit, nga qafa, më thënë kemi dhe 300 metra për të arritur deri në maj. Uji shumë i freskët.
2400 metra. Jam në portën e Korabit. Kjo është bora e Korabit në datën 16 gusht 2013. Është mesditë dhe ka u prish. Filloi të bjeri një shi lehtë dhe tani e ka kthyer në breshër. Vëmrese rreth e rrothull, si në Shqipëri ashtu dhe në Maqedoni, ka shumë tufa me bakti. Janë gjitur deri në majën e Korabit, barinë e Korabit. Ndjekin shiun. Në 16 gusht edhe poshtë në Radomir, bari ka filluar të thahet. Kurse këtu në Bjeshk lart, bari është i njohur. E dëgjuat, kjo është një shkreptim në Korab. Thash që edhe poshtë në Radomir bari është tharë, kurse këtu është i njohur. Barit ndjekin barin, shkojnë andi nga Bjeshiu, ka Bjeshi nga Bjeshka. Nga Bjeshkët e Korabit, një përshëndetje sa mali i Korabit, për të gjitha ata që na ndjekin në emisionin ton Shtektim. Ky është breshëri që na zuri. On sait qu'il est quand même assez près. Hein. Ouais. Bon, quelle heure il est? On donne jusqu'à quelle heure? Si quhesh? Limon Lala. Limon Lala. Po. Bari i Korabit. Po, nga Radomira, lagja Sedok. Edhe të pash këtu me baktit. Po, në këtë vend gjithmonë kush ka rri ka moj bakti. Ashtu, ha? Po. Deri këtu në majtë Korabit. Po, deri në majtë Korabit. Po një për maja kosh, një. Ja. Edhe 50 metra në maj. Aty isha, por anë poshtë tani telet. Deri aty në maj që në telet, Po, në maj. Një ku janë telet e limanit. Ja, shikoni baktin e limanit. Që e bekov Perëndia. Ashtu si që ka thonë na infrashri. O liman, më habite. Ashtu, ha? Po, më habite. Më trego sa vjeqje. Liman, sa vjeqje? Unë jam 53 vjeq. 53 vjeq. Po. Edhe 100 tjera. Faleminderit. Që fmike Kam 2 goca dhe ideal. të të rojnë. Faleminderit. Baktine ke tëndën apo Po, punon? kam të mijat personale. Personale. Po. Sa kokë, man? Kam një 220. 220 kokë. Kjo është ekonomia jote? Po, kjo e imja personale e jo qunit. Jo e qunit? Se quni shkon në Itali. Ajo është në Itali? Po. Edhe rrufet, shkeptimat, edhe ko e keqe ti këtu? Po, në këto nuk din as rrufe, as kot keqe. Ashtu, a? Këto duen të hanë. Këto duen të hanë? Po. Edhe i bje këtu? Po. Po në Radomir është, thatë ashtë i bari, poshtë? Jo, si mjetë ka moj kohë mirë, ka qenë kohë përshtatshme, nuk është ta. Po kur thatë njëteni këtu, a? Të shti sa ma lartë, ma njomë është bari. Ma njomë është bari. Po. Ka Bjeshiu. Po. Ka Bjeshka. Po. Fjala Bjeshk, do më thonë nga Bjeshi. Po. Shkon bariu. Po. Miru pafshin. Edhe ti faleminderit, Zotit të respektoft edhe Zotit të rujt fëmit. Shumë faleminderit. Tash i të shkoj atje, nalt.
tani takojmë miq francez. Një familje malsorësh francez që kanë ardhur të ngjiten në majën e Koravit, majën më të lartë të Shqipërisë, majën më të lartë të Maqedonisë. Dhe këtu jemi tek piramida dhe tek guri që shënon lartësinë më të madhe të malit të Koravit. 2764 metra ka shkruar. Oh, merci. Bravo. Merci. Bravo Léa. Merci. Dhe tashti, kjo është fotografia jon e kujtimit. Për ta mbajtur mend këtë shëtitje të bukur nga Radomira në kotën 1200 metra deri këtu në majën e Koravit 2764 metra. Expliquez-moi, qu'est-ce que vous avez trouvé ici dans la sommet? Une grotte, comme une grotte. Là, on pourrait presque se protéger de l'orage ou de la neige. Ce serait un bon igloo naturel. Si c'était ça, chez vous, vous avez utilisé? On pourrait l'utiliser comme abri de fortune. Abri simple de fortune. Ça c'est la fleur de génépi. On l'utilise dans les Alpes pour faire la liqueur de génépi. C'est très très bon. 40 brins, 40 sucres, 40 jours. Et on a un breuvage exceptionnel qui soigne tous les maux. Les racines parce que... Pardon? Il ne faut pas enlever les racines pour que ça revienne, bien sûr, pour protéger la nature. Chez nous, c'est protégé, on ne peut pas partout en prendre. César, dis-toi quelque chose. C'était bien? Super bien. Super bien? Merci de nous avoir emmenés ici. Non, merci à vous que vous avez décidé de venir ici. Ouais. Théo? Eh ben, c'était bien, malgré l'orage qui nous a retardé un petit peu, mais c'était un beau sommet. Ku shkoni? Në stane shkoni? Ku I keni stanet? Ah, në Bunar. Pas keni rrugë për të bë. Hajde rrugë e maj. Edhe të falë atyre qunave aty, se I pam nga maja e Koravit, ishin poshtë në Bunar. Ku shkon? Ku do? Po ku në qërë? Në Bunar apo këti nga?